Kryetari i Këshillit të Prokurorëve Publik, Petar Anevski, thotë se tek ato ende nuk arritur kërkesa nga qeveria për shkarkimin e prokurorit shtetëror publik Marko Zvarlevskit. Anevski tha se ai personalisht nuk ka vërejtje për punën e Marko Zvarlevskit, por Këshilli është një trup kolektiv i cili vendimet i merr bashkarisht. Prokurori Marko Zvarlevski, i cili hyri nga hyrja e përparme, në mbledhje më pas evitoi kamerat duke dalur nga ndonjë derë tjetër. UNESCO e publikoi raportin mbi shkallën e mbrojtjes së zonave të shpallura si trashëgimi botërore në të cilën gjendja në orë është vlerësuar si më delikate dhe arsyeja kryesore për degradimin e mundshëm janë projektet e para infrastrukturore. Maqedonia ka 2 vite kohë që të shpëtojë trashëgiminë e saj të vetme botërore, kulturore dhe natyrore. Nën masa të veçanta kujdesi, britanezët nesër dalin në përvend votime për zgjedhjet e parakohshme parlamentare, vetëm 5 ditë pas sulmit terrorist në Londër. Sipas anketave, dallimi midis konservativëve të Theresa May dhe laburistëve të Jeremy Corbynit në javët e kaluara po ulet dhe ka lëvizur nga 12 në vetëm 1% avantazh ndaj laburistëve.